Këtë premte, 12 kadet të Forcës së Sigurisë së Kosovës u diplomuan si oficer në kazermën Adem Jashari. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe krerë të institucioneve, komandanti i FSK-s Bashkim Jashari, kori diplomatik e shumë familjar. Me himnin shtetëror e nisën ceremonin duke mos munguar as garda ceremoniale. Fjalimet e krerëve u fokusuan në urime për oficerët e rinj ushtarak. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albutina Haxhiu në deklarimin e saj ka thënë se anëtarësimi i Kosovës në NATO mbetet objektiv strategjik i vendit, ndërsa Forca e Sigurisë së Kosovës sipas saj po ndërton kapacitete profesionale në përputhje me standardet më të larta euroatlantike. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se në mandatin e ardhshëm synohet investimi i 1 miliard eurove në mbrojtje, ndërtimi i fabrikës së municioneve dhe rritja e numrit të vajzave si pjesë e ushtrisë. Gjykata themelore në Prishtinë edhe në rigjykim e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me 12 vite burgim Ekrem Bajrovićin, i akuzuar për krime lufte gjatë viteve 1998-1999. Ekrem Bajrović nga prokuroria speciale po akuzohet për krime lufte ndaj popullatës civile në Istog dhe në fshatrat përreth në vitet 1998-1999. Ky është vendimi i rigjykimit pasi rasti ishte kthyer në rivendosje nga Gjykata Supreme. Fillimisht më 19 korrik 2024, gjykata themelore i kishte shpallur fajtor Bajrovićin dhe i kishte dënuar me 12 vjet burgim. Ky aktgjykim ishte vërtetuar edhe nga gjykata e apelit më 21 maj 2025, e cila kishte refuzuar ankesën e mbrojtjes duke vlerësuar se shkalla e parë kishte vendosur drejt. Megjithatë, Gjykata Supreme me vendimin e përpituar më 4 dhjetor 2025 kishte miratuar kërkesën për mbrojtje të gjithçmërisë të paraqitur nga mbrojtja e Bajrovićit, avokatët Ljubomir Pantović dhe Miloš Deljević, dhe kishte kthyer çështjen në rigjykim. Dëshmitarët e masakrës së Saradanit nga komuna e Istogut janë shprehur të pakënaqur lidhur me vendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, e cila edhe në rigjykim e ka dënuar me 12 vite burgim Ekrem Bajrovićin, i akuzuar për krime lufte gjatë viteve 1998-1999. Naim Elshani, dëshmitar, tha se ky vendim është qesharak, duke treguar se ende i bart në trup plagët nga tortura që i është bërë. Unë nuk pajtohem me këtë vendim. Ky vendim është qesharak. 12 vite burgim ti merr një kriminal ku me sytë e meje pash në krem, tortura, i përjetova ku ende sot plagët më kullojnë gjak. Do me thënë, është tmerr. Unë nuk pajtohem me këtë vendim. Po besoni që mua, këtë më kanë pushkatuar serbët 2 herë. Sot jam duke u pushkatuar edhe ndoshta edhe nga shqiptarët, nga gjykatat, i pakënaqur. Është shprehur edhe dëshmitari tjetër, Ylber Lipa. Ka ndalë para gjykatës disa nga të dyshuarit që u arrestuan në aksionin e së mërkurës kundër krimit organizuar, lidhur me realizimin e transaksioneve fiktive të derivateve të naftës. Prokuroria speciale ka kërkuar paraburgim për 9 të dyshuarit. Më një korrek ishte realizuar operacioni policor kundër krimit organizuar, i udhëhequr nga Prokuroria Speciale dhe Drejtoria për hetimin e krimeve të rënda dhe krimit organizuar në Policinë e Kosovës, me asistimin e doganës dhe administratës tatimore të Kosovës, e që rezultoi me arrestimin e 9 të dyshuarve. Policia e Kosovës doli me njoftim të ri për plagosjen e 4 fish që ndodhi dje në Podujev. Në raportin 24 orësh, policia tha se pas gjuajtjeve me armë zjarri, ku plagosën 3 të dyshuar dhe një burr, kalimtar rasti, u gjatën 28 gëzhoja të plumbave. Në vendngjarje ka dalë stafi i lartë menaxhues i PK-s, ekipet mjekësore dhe prokurori i rastit, me vendim të cilët janë mbastisur edhe pronat e të dyshuarve, ku janë gjetur dhe sekuestruar 2 karikatorë me 58 fishek, 2 karikatorë të tjerë me 27 fishek, 2 armë të shkurta me 82 fishek dhe një armë gjuetie me 49 fishek. Rasti nënshtrohet procedurave të mëtejme hetimore në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë. Ka vdekur një burr nga Zahaçi i Pejës, i cili ishte goditur nga një vetur më 23 qershor. Ai ishte dërguar për trajtim në emergjencën e spitalit rajonal në Pejë për trajtim mjekësor, por nuk ka arritur të mbijetojë lëndimeve të mëra. Ai vdiq dje, ndërsa lajmin për vdekjen e ka bërë të ditur sot policia e Kosovës në raportin 24 orësh. Dogana e Kosovës ka zbuluar një rast të mosdeklarimit të mjeteve monetare gjatë kontrollimit të një automjeti në dalje të pikalimit kufitar në Merdar. Dogana tha se automjeti ishte përzgjedhur për kontroll në bazë të analizës së riskut. Gjatë intervistimit fillestar, zyrtari doganor e kishte pyetur udhëtarin nëse posedonte mallra ose mjete monetare që i nënshtroheshin deklarimit. Pas përgjigjes së dhënë, automjeti u referua për kontroll të detajuar në vijën e dytë.
Një shumë prej 10.000 euro u gjet në çantën personale të udhëtarit, ndërsa 13.500 euro u zbuluan të fshehura në zarfe brenda një ndarjeje të automjetit. Në total, u evidentua 23.500 euro mjete monetare, njoftoi dogana. Në qendrën klinike universitare të Kosovës është kryer një operacion i rrallë tek një fushë një javshe e diagnostifikuar me një lloj tumori. Patologjik kjo që sipas Qekukës është jashtëzakonisht e rrallë dhe që rrezikon seriozisht frymarrjen e ushqyerjen. Sipas Qekukës, këto raste ndodhin rreth 1 në 35.000 deri 1 në 200.000 lindje të gjalla dhe shoqërohet me mortalitet të lartë, deri në 80 apo 100% nëse nuk sigurohen në kohë rrugët e frymarrjes. Tumori u largua në tërësi me ruajtjen maksimale të strukturave anatomike përreth dhe pa komplikime intraoperative. Ecuria postoperative ka qenë shumë e favorshme. Fushja merr frymë spontanisht, ushqehet normalisht dhe vazhdon të jetë në përkujdesjen e ekipeve mjekësore, thuhet në njoftimin e Qekukës.